Kryeministri Edi Rama thotë se është gënjeshtër që vendimi i kuvendit për Ballukun do pengojë integrimin. Në një konferencë me gazetarët ai tha se ka patur faktorë që kanë bërë presion kundër ndërtimit të portit të Porto Romanos, duke theksuar se projekti nuk do të ndalet. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se e mbrojti Ballukun duke ia mbyllur dyer drejtësisë me synim për të shpëtuar edhe veten e tij. Ai akuzoi qeverinë se ka abuzuar me fondet prej 12 miliardë euro të parashikuara për investimet në infrastrukturë. Studioja e huaj ligjore që mbron kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj ka renditur një sër shkelje që sipas saj janë bërë deri tani në proces. Avokatët shprehen se Veliaj u mohuaj njoja me dosjen e timore dhe nuk pati mundësi të takonte avokatin. Rreth 3.000 shqiptarë janë rezident në vendet e lindjes mesme të përfshira nga konflikti. Ministri për Europën dhe Punë të Jashtme Ferit Hoxha tha se po mbahen kontakte të vazhdueshme për të garantuar sigurinë e tyre. Në ditën e 14 të konfliktit në lindjen e mesme, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar si shpërblim $10 milion për dhënien e informacionit mbi vendodhjen e liderit të ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, por edhe 9 figura të tjera të larta të Shtetit Islamik. Pavioni i Shqipërisë në panelin ndërkombëtar të pasurive të paluajtshme në Kant Francës po tërheq vëmendjen e investitorëve të huaj. Agjencia e Zhvillimit të Territorit prezantoi 83 projekte që përfshin jo vetëm Tiranën, por dhe Bregdetin. FSHF-ja njofton se nga e hëna nis aplikimi për pajisjen e biletave për ndeshjen që Shqipëria luan ndaj Polonisë në Varshavë 26 mars. Fituesit do përzgjedhen me short elektronik. Sfida e vlefshme për play-offin e botrorit do të transmetohet në televizionin Klan. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Kryeministri Rama thotë se është gënjeshtër vendimi që kuvendi për Ballukun që mori pra vota kundër Spakut do të pengoj integrimin e vendit tonë. Në një konferencë me gazetarët, gjithashtu ai ka deklaruar se ka patur faktorë që kanë bërë presion kundër ndërtimit të portit të Porto Romanos, duke theksuar se projekti nuk do të ndalet. Mirdita. Kryeministri Edi Rama deklaron se votimi në parlament për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut nuk do të cënojë progresin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një konferencë përshtyp ai foli edhe për reagimet e ambasadave të huaja një ditë më parë dhe diskutimet që ka patur me ndërkombëtarët. Nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, asgjë si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Sipas kreut të qeverisë, kërkesa e SPAK për të hequr imunitetin e deputetes Balluku nuk përmbushte kushtet minimale për të pranuar, pasi nuk u paraqit një akuzë për korrupsion. Vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion, por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë. Socialistët do të miratojnë në parlament ndryshimet ligjore lidhur me çështjen e pezullimit nga detyrat të zyrtarëve publik që janë në hetim penal. Është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë funksionet vitale të qeverisë. Nuk është puna e SPAK-ut të i thotë Parlamentit të Shqipërisë çfarë do të bëjë Parlamenti i Shqipërisë. SPAK-ut të shohë punën e vet. Ne do shohim punën tonë. Deklaroi se SBA dhe BE nuk kanë ushtruar presione për portin në Porto Romano, por shtoi se ka patur faktorë të tjerë të interesuar që ky projekt të dështojë. Sqaroi se ofertuesi u tërhoq për shkak të krizës ekonomike dhe siguroi se projekti do të realizohet. Tërheqja e kompanisë është argumentuar me krizën dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që të na jap idenë se këtu mund të ketë pasur ndonjë presion. Po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur, as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Një koment pati për takimin me ambasadoren amerikanë në Greqi. Ambasadori ka ardhur për diskutuar për disa çështje të interesit të lartë amerikan në
këtë rajon, që kanë të bëjnë me energjinë, bashkëpunimin rajonal, qasjen ndaj forcave të treta, aktorëve të tretë. Duke i referuar situatës me çmimet e karburantëve, qytetarëve sipas Ramës u nevojitet një treg nafte që do të jetë më i përballueshëm se ai aktual. Ne në ligjin që është në konsultim publik, mos gabohem, e kemi përcaktuar që rezerva duhet shkojë në 3 muaj, por në ndërkohë kjo nuk mjafton më tani. Ne na duhet shkojmë përtej sigurisë. Kryeministri Rama njoftoi se javën e ardhshme Parlamenti do të votojë një rezolutë për shpalljen e Iranit si shtet sponsor të terrorizmit. Ai sqaroi se së bashku me këtë do të shpallen organizata terroriste Garda Revolucionare e Iranit dhe Hezbollahu. Ndërkohë rezoluta është dorëzuar në parlament nga kryetari i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se e mbrojti Ballukun duke ia mbyllur dyert të drejtësisë me synim për të shpëtuar veten e tij. Gjithashtu ai ka akuzuar qeverinë se ka abuzuar me fondin prej 12 miliard euro të parashikuara për investimet në infrastrukturë. Është shumë më tepër se kaq. Mandati 4 i Edi Ramës është ai i krimit dhe aferave korruptive. Kështu shpreh nga Selia Blu kryetari i PD-s Sali Berisha gjatë një takimi me Departamentin e Infrastrukturës. Kryeministri vet, njëherë me emër Belinda Balluku, njëherë tjetër me emrin Ergys Agasi, është protagonist i aferave korruptive më të mëdha. Përveç kësaj, reagimi i tij tipik i hajdutit që për të shpëtuar lëkurën është i aftë të marrë çdo vendim dhe çdo veprim, ishte mbyllja e dyrëve, hetimit dhe sistemit të drejtësisë. Sipas liderit demokrat, në 12 vitet e fundit janë investuar mbi 12 miliardë euro në infrastrukturë, por rezultatet janë minimale për shkak të abuzimeve dhe kostove të fryera të projekteve publike. Shemin rrugën Librazh të Prenjas dhe nuk ndërtojnë bypassin e Elbasanit. Bypassi i Elbasanit për bën një emergjencë. Një qytet që tuneli e bashkoi me Tiranën, tani është ferr të kalosh dhe këta shkojnë ndërtojnë për te Elbasanit. Ndërtojnë në Dragoshtu dhe shemin dhe atje rrugën. Berisha prezantoi planin qeverisës të demokratëve dhe nënvizoi se Shqipëria do të ketë infrastrukturën rrugore e hekurudhore me standarde bashkohore. Krahas rrjetit rrugor, rrjeti hekurudhor duhet të njohë zhvillimin e vet dhe shumë të rëndësishëm. Ne pavarësisht se ky mbylli sot dyert e Europës, por ne rrugë tjetër përveç se drejt e Europës nuk kemi. Rreth 3.000 shqiptar janë rezident në zonën e konfliktit në lindjen e mesme. Ministri për Europën dhe punë të jashtme Ferit Hoxha tha se përmbajnë kontakte të vazhdueshme për të garantuar sigurinë e tyre. Që nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme, një shtab i posaçëm vijon të jetë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësi diplomatike në vendet e prekura nga lufta, duke komunikuar me qytetarët shqiptar që ndodhen në këtë rajon. Gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm, kryediplomati Ferit Hoxha tha se deri më tani, nga 2962 bashkombas, 17 prej tyre janë evakuuar. Ne kemi pasur 2962 shtetas shqiptar në rajon, me qëndrim të përhershëm. Me qëndrim të përkohshëm kemi pasur 543 shtetas. Ambasada ka kontaktuar nga gjithta individualisht 2511 shtetas. Të interesuar për të larguar nga zona e konfliktit kanë qenë 138 shtetas. 17 shtetas janë kthyer. Më problematike situata paraqitet në Iran, ku për të ardhur në ndihmë qytetarëve shqiptar, po bashkëpunohet me organizata ndërkombëtare. Kryqin e Kuq dhe ekuivalentin e tij në Teheran, gjithmonë e Kuqe, për të nxjerrë nga territori i Iranit. Pavarësisht përshkallëzimit të konfliktit, Shqipëria nuk ka mbyllur asnjë prej ambasadave të saj në lindjen e mesme, me qëllim që diplomatët të jenë pranë qytetarëve dhe të ofrojnë ndihmë në çdo moment. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë afruar $10 milion për cilin do që jep një informacion të saktë mbi vendodhjen e liderit suprem të Iranit Mojtaba Khamenei si dhe 9 figura të tjera të larta të Shtetit Islamik.
Shtetet e Bashkuara po ofrojnë shpërblim deri në $10 milion për informacion në lidhje me zyrtarë të lartë ushtarakëve të inteligjencës iraniane, përfshirë udhëheqësin e ri suprem Ayatollah Mojtaba Khamenei. Sipas faqes së internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, shpërblimi synon 10 figura të larta të lidhur me korpusin e Gardës Revolucionare Islamike. Përveç udhëheqësit suprem, i cili thuhet se është i plagosur, Shtetet e Bashkuara po kërkojnë informacione rreth shefit të sigurisë Ali Lariani, ministri të inteligjencës, ministrit të brendshëm dhe figurave të tjera të rëndësishme. Presidenti amerikan dhe kryeministri izraelit kanë kërcënuar se do të eliminonin çdo që do të pasonte Khamenein, ndërsa kanë përsëritur disa herë se kërkojnë ndryshimin e regjimit në Teheran. Ndërkohë, në ditën e 14 këtë të premte, lufta ka vjuar me intensitet me sulme dhe kundër sulme në Iran, Izrael, Liban dhe vendet e Gjirit. Një dron i dyshuar iranian u fut edhe në hapësirën ajrore të Turqisë për herë të tretë në pothuajse 2 javë konflikt. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan reagoi duke thënë se vendi i tij nuk do të përfshihet në luftë, por se është i përgatitur për çdo kërcënim. Po veprojmë me shumë kujdes kundër komploteve, kurtheve dhe provokimeve që po përpiqen të na tërheqin në luftë. Nuk po përqendrohemi në pjesën e incidenteve që janë të dukshme, por në pjesën që në të vërtetë fshihen pas perdes, duke mos përjashtuar asnjë mundësi dhe asnjë skenar. Shpërthime të forta u dëgjuan në Iran, ndërsa pamjet treguan shtollunga të mëdha tymi. Në kundërpërgjigje, edhe Izraeli u godit disa herë gjatë ditës. Në Oman, një dron iranian shkaktoi vdekjen e 2 personave në një zonë industriale. Lufta është intensifikuar edhe në frontin e Libanit, ku Izraeli ka vijuar sulmet në përpjekje për të shënjestruar Hezbollahun. Si pasojë, qindra raportohet të jenë vrarë dhe qindra mijëra të tjerë të zhvendosur nga banesat e tyre. Studioja e huaj ligjore që mbron kryebashkiakun Erion Velia i ka renditur një sër shkelje që sipas saj janë bërë deri tani në proces. Studio ligjore e Kesowitz, e cila përfaqëson interesat e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i publikoi raportin e tretë mbi ato që ata i quajnë mangësi themelore të një procesi të rregullt ligjor. Raporti bazohej në 2 shkelje të cilat cënojnë sipas avokatëve të huaj të drejtat kushtetuese të Veliajt, siç është e drejta për të njohur me dosjen dhe për t'u përgatitur për gjyq. Gjykata e shkallës së parë hodhi poshtë shëndrimet e SPAK-u duke urdhëruar këtë të fundit t'ia dërgojë dosjen e provave kryetarit Veliaj për shqyrtim dhe duke shtyrë gjyqin për 2 javë, ndërsa ky vendim përfaqëson një hap në drejtimin e duhur, mbetet për t'u parë nëse Veliaj mund realisht të shqyrtojë dhe përpunojë një volum kaq të madh provash brenda një periudhe kaq të shkurtër kohe. Përfaqësuesit e huaj të kryebashkiakut thonë se atij po ashtu i është penguar komunikimi me avokatin e caktuar nga shteti. Vetëm prania e avokatit mbrojtës nuk siguron një gjykim të drejtë kur kushtet e paraburgimit janë aq kufizuese sa avokati mbrojtës nuk mund të komunikojë në mënyrë efektive me të pandehurin në lidhje me provat. Paraburgimi i gjatë dhe i paargumentuar në një kohë që Velia i mban detyrën e kryebashkiakut, sipas mbrojtësve të tij, është jo kushtetues dhe hakmarrës. Në 9 mars, gjykata e posaçme nisi gjykimin themel të Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe 16 personave të tjerë për disa akuza, mes të cilave korrupsioni e pastrimi i parave. Pavioni i Shqipërisë në panairin ndërkombëtar të pasurive të paluajtshme në Cannes të Francës po tërheq vëmendjen e investitorëve të huaj. Pavioni i Shqipërisë në eventin global MIPIM 2026 në Cannes vijon të tërheq vëmendjen e investitorëve dhe arkitektëve ndërkombëtar. Drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaida Roka, ka dhënë detaje në lidhje me disa nga projektet e vendit tonë. Pavioni është plot me projekte. Kemi sjell në këtë panair 83 projekte. Ne kemi sjell projekte jo vetëm për kryeqytetin Tiranën, por edhe nga Bregdeti jon i bukur. Ka shumë gjëra për të parë dhe për të vizituar në këtë pavion. Në pavionin Soundscapes of Albania, ku Agjencia e Zhvillimit të Territorit prezanton projekte ndërkombëtare, Roka shpreh se arkitektura në Shqipëri ka pësuar një revolucion. Shqipëria po përjeton një revolucion arkitekturor. Ne po sjellim në këtë panair jo vetëm bukuri, por dhe atë se çfarë vendi ka nevojë për të zhvilluar, dhe shumë më shumë do të vinë në të ardhmen. Në panairin ndërkombëtar MIPIM 2026 morën pjesë mbi 20.000 pjesëmarrës nga 90 shtete të ndryshme. Eventi i cili shërben si platformë ku ndërtohen partneritete tërheq investitorë nga e gjithë bota dhe mbi të gjitha formësohet e ardhmja e projekteve të së ardhmes
në sektorin e pasurive të paluajtshme dhe arkitekturës. Problemet me ujin e pishëm në zonën e Bregdetit të Kunes në Lezhë pritet të marrin zgjidhje nga një projekt i ri i cili do të zbatohet. Zona turistike e Kunes në Lezhë, që prej vitesh ka vuajtur mungesën e ujit të pishëm dhe menaxhimin e ujrave të ndotura, do të transformohet fal një investimi i cili financohet nga qeveria gjermane përmes KFV-s në vlerën e rreth 8 milionë eurove. 7.920.000 euro kredi nga KFV, e cila do të financojë investime në rrjetin shpërndarës të ujësjellësit në zonën e Shëngjinit, duke përfshirë edhe zonën e Kunevajinit, me fokus për mirësimin e infrastrukturës ekzistuese, reduktimin e humbjeve në rrjet dhe rritjen e efikasitetit të sistemit të furnizimit me ujë. Sipas drejtuesve të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, prioritet për përmirësimin e ujësjellsave janë zona turistike dhe ato urbane. Qëllimi kryesor i këtyre investimeve është përmirësimi i ndjeshëm i shërbimeve të furnizimit me ujë të pishëm dhe menaxhimit të ujrave të ndotura për komunitetin lokal, duke synuar sigurimin e furnizimit të pandërprerë me ujë të pishëm 24 orë në ditë. Mungesa ujit të pishëm në zonën turistike të Kunes në Shëngjin ka ngritur alarmin tek bizneset, të cilët e cilësojnë situatën të papranueshme. Zona Kunes është zonë e ndërtuar e re. Mungesa e tubacionit ka bërë që çdo vit bizneset janë detyruar të bëjnë shpime. Veç ndërhyrjes për sistemin e ujësjellsave në zonën bregdetare të Lezhës, kjo bashki do të përfitojë grant edhe nga Bashkimi Evropian. Investimi 18.5 milionë euro nga fondet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor do të përdoret për riabilitimin dhe zgjerimin e impjantit të trajtimit të ujrave të ndotura në qytetin e Lezhës. Partitë opozitare në Kosovë kanë refuzuar ftesën e kryeministrit Kurti për të biseduar për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka vlerësuar si të domosdoshme një marrëveshje me opozitën për zgjedhjen e presidentit, pasi që ka thënë se zgjedhjet e reja janë të panevojshme. Ai theksoi se është e domosdoshme që sa më parë gjykata kushtetuese të dalë me një aktvendim të saj. Është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit. Partitë opozitare kanë refuzuar ftesën e kryeministrit Kurti. Nga Partia Demokratike thonë se do të presin aktgjykimin e kushtetuesës para se të nisin bisedimet për çështjen e presidentit. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se menjëherë pas publikimit të aktgjykimit është i gatshëm të takohet me Kurtin. Besnik Tahiri i AK-s theksoi se në pamje të parë ftesa duket konstruktive, por sipas tij Kurti po përgatit terrenin që nëse nuk ka epilog pozitiv, fajin ta hedhë mbi opozitën dhe gjykatën. Festimet për ditën e verës kanë shkaktuar një trafik teje të rënduar në autostradën Tiranë-Elbasan në mbrëmjen e sotme. Prej orëve të pasdites dhe për mbi 5 orë dalja e autostradës pranë rreth rrotullimit të Bradasheshit u bllokua si pasojë e fluksit lartë të makinave, të cilën po e shikoni në ekran. Kjo situatë problematike paraqitet pothuajse çdo fundjavë kur qytetarët udhtojnë drejt juglindjes. Prej kohësh rruga pranë Bradasheshit po konsiderohet tejet problematike nga ekspertët rrugor. Ata kanë propozuar si zgjidhje ndërtimin e një mbikalimi që do të bënte të mundur shkarkimin e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit të makinave. Nga Tirana drejt Elbasanit që prej pasdites së sotme deri në këtë orë të mbrëmjes. Elbasani po bëhet gati për nesër për ditën e verës. Atmosfera e festës ka nisur të ndihet më herët në Elbasan. Qyteti është zbukuruar i gjithi me elementë që simbolizojnë ardhjen e pranverës. Këtu është qendra e festimeve për ditën e verës, ndaj edhe autoritetet si dhe bizneset kanë bërë të gjitha përgatitjet për t'i pritur sa më mirë mysafirët. Simboli i festës janë padyshim ballokumet. Një pjesë e ritualeve janë ruajtur si më parë, por historianët kërkojnë që disa prej riteve të rikthehen. Siç është ajo pjesa e bukur që marrja e barit nga një lëndim dhe vendosjet e pragu i derës, vendosja e lule, manushaqeve dhe karakafte që janë simbolike udhëheqjes së Elbasanit. Në këtë periudhë është edhe interesi më i lartë i vizitorëve, ndaj autoritetet lokale thonë se edhe këtë vit kjo festë do të ketë ndikim të madh në ekonomi. Aktivitetet në qytetin e Elbasanit kanë nisur që në datën 9 mars ka patur koncerte të ndryshme ekspozita.
Organizimet do të kulmojnë të shtunën, ndërsa nuk do të mungojnë aktivitetet edhe gjatë së dielës, me qëllim për t'i mbajtur sa më gjatë vizitorët në qytet. Janë rikthyer sërish akuzat ndaj komisioneres europiane të zgjerimit Marta Kos se ka qenë agente e shërbimit sekret Jugoslav UDB në vitet 80. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos po akuzohet sërish në vendin e saj Sloveni se ka qenë bashkëpunëtore e UDB-s, policisë famkeqe sekrete jugoslave në vitet 80. Madje jehona e këtyre akuzave kanë bërritur deri në Bruksel. Eurodeputetja slovene Romana Tomč njoftoi se i ka dërguar Komisionit Evropian dokumente që pretendon se vërtetojnë implikimin e Kos në strukturat e spionazhit të ish Jugosllavisë, duke kërkuar një hetim zyrtar mbi kredibilitetin e saj. Këto akuzat, të cilat Kos i ka cilësuar si dezinformim, janë rikthyer në prag të zgjedhjeve të 22 marsit në Sloveni, ku koalicioni i qendrës së majt i kryeministrit Robert Golob, që e mbështet, është vënë opozita të vështira përballë opozitës së djathtë. Të hënën komisionerja pritet të dalë para komitetit për punët e jashtme në Parlamentin Evropian, ku do t'i duhet të mbrojë integritetin e saj personal përpara se të diskutojë planet e zgjerimit të bllokut. Marta Kos është pjesë e grupimit centrist Renew Europe. Përpara se të merrte postin e rëndësishëm në Komisionin Evropian, ajo ka pasur një karrierë të gjatë në diplomaci, duke shërbyer si ambasadore e Slovenisë në Gjermani dhe Zvicër, si dhe ka mbajtur poste drejtuese në sferën e komunikimit dhe tregtisë në vendin e saj. Një pamje dhe koncept i ri ka marrë dyqani Glob në Fier. Ky ndryshim vjen edhe nga oferta për klientët, të cilët do të gjejnë ulje deri në 40% për elektroshtëpiake të mëdha nga data 13 deri 15 mars. Dyqani Glob në Fier vjen tashmë me një pamje dhe koncept të ri, duke ofruar një eksperiencë më moderne dhe më komode për blerjen e elektroshtëpiakeve të mëdha dhe të vogla, celularëve, televizorëve dhe kondicionerëve. Me rastin e rihapjes, klientët do të kenë mundësi të përfitojnë çmime ekskluzive, dhurata dhe surpriza gjatë 3 ditëve. Me rihapjen e dyqanit në Fier kemi sjellë një koncept më modern dhe një ambient sa më funksional për klientët tanë. Hapësira është organizuar në mënyrë të tillë që klientët të kenë sa më të thjeshtë eksplorimin e pajisjeve të teknologjisë, si televizor, celular, pajisje mobile, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, si dhe kondicioner, për ta bërë eksperiencën e blerjes sa më komode dhe më të thjeshtë. Me rastin e rihapjes së dyqanit Glob në Fier kemi përgatitur oferta shumë të favorshme për të gjithë klientët tanë. Nga data 13 deri në 15 mars, si elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla do t'i keni me 40% ulje. Uljet përfshin të gjitha kategoritë, si elektroshtëpiake të mëdha, të vogla, si dhe kondicionerë. Gjithashtu dhe elektronikën, televizor, IT, mobile, celular, do t'a keni me 20% ulje. Gjatë ditës së inaugurimit kemi menduar edhe të shpërndajmë dhurata dhe surpriza për klientët, do të shpërndajmë 20 dhurata, të cilat do ta bëjnë dhe këtë ditë sa më të favorshme për klientët. Dyqani Glob në Fier tashmë mirëpret klientët me një koncept të ri dhe një hapësirë tërësisht të riorganizuar për një eksperiencë më të lehtë blerje. Dyqani ndodhet në rrugën Jakov Xoxa në Fier. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natën javë.